në këtë edicion do të ndiqni. Kuvendi i Kosovës ka dështuar të konstituohet për herë të 35. Qarshia e madhe përplot objekte e pajisje që bie ndesh me autenticitetin e saj. Gjithsej 18.800 maturant në nivel vendi, respektivisht 1.020 maturant nga Gjakova, janë nështruar sot testit të maturës. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Kuvendi i Kosovës ka dështuar të konstituohet për herë të 35 të shtunën. Propozimin për komisionin për votim të fshet të kryetarit të kuvendit e kanë votuar për vetëm 51 deputet, ndërsa një e ka kundërshtuar. Seanca është shtyrë për të hënën për të 36 herë për të tentuar të zgjidhin gërgjin e kuvendit. Punimet në qarshinë e madhe të Gjakovës po vazhdojnë, për çka bie në sy është numri i madh i elementeve që prishin arkitekturën e veçantë të kësaj qarshie, si panot reklamuese, pajisje për klimatizim të lokaleve e të tjera. Mbetet të shihet nëse do të kenë ndërhyrje në rregullim të tyre, në mënyrë që pamja të jetë në harmoni me arkitekturën e kësaj qarshie. Qarshia e vjetër e Gjakovës, një prej thesareve kulturore dhe historike të qytetit, po përballet me një problem që po ndikon drejt për drejt në pamjen e saj karakteristike. Gjithnjë më shumë biznese po vendosin reklama të paqëndrueshme, estetikisht tabela prej hekuri, ngjyra të ndezura e dizajne që nuk i përshtaten frymës tradicionale të kësaj zone. Shumë prej këtyre reklamave duken të vendosura pa kujdes dhe shpesh bien ndesh me identitetin arkitektonik dhe kulturor të qarshisë, duke atë nga originaliteti që e bën të veçantë. Madje edhe disa nga vetë pronarët e lokaleve shprehen të shqetësuar. Njëri prej tyre që operon prej vitesh në qarshi thotë se nuk jemi kundër reklamave, por të përdoren dru e dizajne që i përshtaten kësaj qarshie. Duhet me jalon ato të veten që shko. Do të thonë trashëgimi e vjetër me shku ka vjetra. Jo me vë kombinime pa lidhje. Madje ai pati edhe një propozim në lidhje me këtë çështje. Gjitha këti problemi, shteti është, oda zejtarëve është. Edhe bojnë kryesinjës aty, edhe mujnë këtë kalaj mi rrullu këtë punë. është oda zanatia, oda zejtarëve atje jetojnë. Po, kanë mundësi me ndërmarrë diçka dhe mi kry këtë punë. Për të kuptuar sa do të bëhet ndonjë zgjidhje në lidhje me këtë rast, apo do të ndërmiret ndonjë veprim, kemi kontaktuar me drejtorin e qendrës rajonale të trashëgimisë kulturore në Gjakov, Visar Haxhibeqiri, por nuk kemi arritur të sigurojmë një përgjigje deri në transmetimin e kronikës. Gjithsej 18.800 maturant në nivel vendi, respektivisht 1.020 maturant nga Gjakova, janë nështruar sot testi të maturës. Nga përgjegjësit për televizionin thanë se i tëri proces kaloi pa ndonjë incident. 18.800 maturant në nivel vendi, përkatësisht 1.020 nxënës nga komuna e Gjakovës, ju nështruan testi të maturës në 8 qendra testimi, përfshirë edhe shkollën ekonomike Kadri Kusari. Gjithçka ka nisur sipas planifikimit. Drejtoresha e kësaj shkolle Merita Bokshi u shpreh se janë marrë të gjitha masat për të garantuar mbarvajtjen e procesit. Shpresoj që testi maturës do të shkojë mirë. Të gjitha përgatitjet e nevojshme janë bërë nga ana e shkollës, edhe nxënësit të gjithë janë të njoftuar paraprakisht me rregullat të cilat do të zbatohen gjatë të mbajtjes së testit maturës, besoj që gjithçka do të jetë në rregull. Nga ana tjetër, edhe nxënësit pohuan se çdo gjë shkoi mirë, kështu duke shpresuar edhe për rezultate sa më të mira. Dhe na përgatit kryesisht të muajt e fundit për testin që kena pas kësaj. Gjendja do të thonë që normale dhe kena prit shumë mirë, do të thonë nuk kanë gjithçka në rregull, na kanë kallëzu do të thonë rregullat, qysh me plotësu do të thonë testin, edhe shpresoj që kena me dalë me rezultate të mira. Procesi i testit ka shku shumë mirë. Ne kemi qenë të përgatitur, jemi kënd të mësuar që disa kohë. Gjatë klasës, gjatë procesit, gjithçka ka qenë në rregull, qetësia ka qenë maksimale. Testi ka pas gjithsej 100 pyetje, kena pas 4 lëndë, 1 lëndë zgjedhore,
Jena përgatitur shumë për këtë test, ju uroj krejtëve suksese. Normal si çdo test edhe kjo kon shumë sfidues, amo jena përgatitur edhe shpresoj që me pas rezultate sa më të mira. Sipas zyrtarëve nga Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjakov, gjithçka ka shkuar shumë mirë dhe nuk është raportuar asnjë problem. Bujku Halim Rustemi nga fshati Baba i Bokës kultivon 1 hektar e 40 ari hapësirë të mbushur me lejthi e gështenja. Ai thotë se kjo punë nuk kërkon aq shumë angazhim dhe është mjaft fitimprurse. Janë pemet me lejthi për të cilat përkujdeset Halim Rustemi nga fshati Baba i Bokës i komunës së Gjakovës. Ai ka rreth 1 hektar e 40 ari lejthi dhe gështenja. Thotë se lejthit janë pemë që nuk duan shumë për kujdesje dhe sistemi pik-pik të cilin e ka e ndihmon shumë. Lejthit e japin bagi shumë, është interesi mirë, janë pemë që nuk ka nevojë shumë u punu në ta, o problemi më i madh është vaditja, unë kam gjithmonë sistem pik-pik, mirë po duhet bëhet kositja, unë kam në atë mënyrën e vjetër që vetëm me kositi për shkak të sistemit pik-pik se duhet të vaditet, jep rendiment mjaft të madh nëse lijon natyra, nëse si prish sukur këtë vit si ka prish natyra. Ai ka dhe gështenja për të cilat thotë se kërkesat për to janë të shumta dhe shiten jashtëzakonisht në treg. Kosova me gështenjë kur s'po mund të me imbulua kërkesat e saj, çak po duhet me pru pe shteteve të jashtme me pru gështenjë në Kosovë, se s'kemi na me imbulu tregun tonë, s'kem as për treg tonë me imbulua. Ai në pikën e tij grumbulluese mbledh gështenjat, por edhe pemet tjera që ja lehtësojnë punën në treg. Kjo është pikë grumbulluese e vetmja në Dugaxhin për grumbullimin e gështenjës. Mirë po, ndër gështenjat e grumbullojmë edhe shtugun, edhe një pjesë të kopurdhave. Gjatë sezonave kur janë, se kur nuk dalin një kohë, edhe gjatë sezonës i bëj grumbullimin të kopurdhës, gështenjës edhe lule shtugit. Mirë po, këto duhet ta faleminderoj CNVP-n, cila ka qenë pjesëmarrëse 50-50 me mua, edhe kemi ngritë këtë pikë grumbullimit që ka qenë shumë ka herë e domosdoshme për Dugaxhinin, mi pas një pikë grumbullim për grumbullim edhe paketim të gështenjës. Halim Rustemi thotë se moti i ligë si vjet në pranverë ka bërë që shumë pemë të dëmtohen dhe mos të qesin frut dhe ju ka bërë dëme. Shkojmë në një fshat tjetër në Dujak të Gjakovës. Blegtori Enver Mazreka i thotë se blegtoria është shumë fitimprurse, por se mungesa fuqisë punëtore po pengon zhvillimin e mëtejmë të kësaj lamie. Enver Mazreka nga fshati Dujak ka vite që merret me mbajtjen e lopëve. Ai ka 15 krejë lopë dhe shton se është mirë të merresh me to. Fermeri thotë se ka përfitim nga puna e tij që bën si fermer. Momentin tona i kam në 15 krejë lopë. 13 janë maja, 2 janë mështjera, shërbejnë për shpenzime familjare. Ja dalim disi me to, mirë nuk o keq. Mazreka i thotë se është duke i munguar fuqia punëtore për të përkujdesur për lopët, sepse do të kishte mundësi dhe të shtonte më shumë krejët e lopëve. Nuk ka fuqi punëtore. Se me pas fuqi punëtore, i kishim shtua 5 krejët e lopëve, po rinia në kanik. Unë me qëto vite që i kom pas të 5 vite, vetëm me të shoqin e këshyri, me pas fuqi punëtore e kishim rrit apet fermen. Qumshtin e ka për treg dhe shitjen e ka të sigur sepse e dërgon në pikë grumbullimi të qumshtit. Qumshtin na dërzojmë, ne kemi pikë grumbulluese këtu në Sek Hyl. Aty e qojmë, kalojmë mirë me ta, pagesat e kena me rregull. Çmimi nuk o keq, mirë për momentin, po e në rritë këto tjera të dhe mirë, nuk o keq. Fermeri nga Dojaka thotë se të rinjt duhet të merren me bujqësi dhe blegtori dhe të punojnë tokën në vendin e tyre. Shoqata intelektualve Jakova me vështirësi për shkak të mungesës së energjisë elektrike organizoi promovimin e librit Gjenerata 1963-1967 në shërbim të vendit. Aktiviteti u mbajt në bibliotekën e qytetit në Gjakov.
Në një atmosferë të mbushur me emocione, nostalgji dhe krenari, sot u promovua monografia e gjeneratës së gjimnazistëve, një vepër që sjell në vëmendje kujtimet e një periudhe të paharrueshme për shumë ish nxënës dhe mësues të asaj kohe. Monografia është rezultati i përkushtimit dhe punës disa mujore të autorëve Ylber Raci dhe Shkel Zendomi. Në fjalën e tij, Ylber Raci autor theksoi se kjo nuk është vetëm përshkrim i biografisë së pjesëtarëve të gjeneratës, por është diçka më tepër. Ishte për ne një sfidë mjaft të madhe, shumë serioze. Mirë po nis prej rrethonës se është ndoshta monografia e parë që shkruhet. Kemi vendosur më përballë këtë probleme. Që në fillim kemi menduar që monografia të shkruhet ndryshe nga monografitë që më duhet deri tani, jo vetëm në Gjakovë. Monografia të cilën e keni sot para veti, nuk është vetëm përshkrim i biografive të pjesëtarëve të gjeneratës, por është diçka më tepër. Në biografi është e përfshirë edhe puna e palodhshme, përkushtimi dhe kontributi shumë i madh i mësimdhënësve të vetë, të cilët për një kohë shumë të shkurt Gjimnazit të Gjakovës, Hajdar-Dushi, janë ngjitur në zërin edhe bën vatër me nab të arsimit në Kosovë. Për të nderuar kujtesën historike të këtij institucioni arsimor, nga ky takim erdhi edhe një propozim për vendosjen e një pllake përkujtimore në objektin e gjimnazit. Me qëllim që të ruhet dhe nderohet kujtesa historike e këtij institucioni të dijes. Nga ky takim propozojmë që në objektin e gjimnazit Hajdar-Dushi të vendoset një pllakë memoriale prej mermeri, si shenjë në njohje dhe kënaqësie për brezat që informuan aty. Në të skalitën fjalit, citoj: prej këtu dolën gjenerata që me dije, përkushtim dhe dal, bartën mbi supe e zhvillimin e vendit. Nderime për gjeneratat që e ndriçuan rrugën tonë. Ndërkaq, ish nxënësi Gjok Gjon Lekaj ka autorizuar profesorin Besim Muhadrin që në emër të tij të përshëndes autorët dhe pjesëtarët të gjeneratës për punën e bërë në shkrimin e monografisë. Në emër të tij t'ju përshëndes të gjithëve, në veçantë profesorin Rozhdi që ka marrë këtë iniciativë që ta promovoj, ta botoj dhe ta promovoj librin. Është edhe emocion të jesh sot prezent në një event të tillë, në gjeneratët e artë të arsimit jo vetëm Gjakovë, por edhe në Kosovë. Profesor të mi, kolegë të mi, njerëz të cilët kemi rrugtuar ne si rini bashkë me këta. Në fund të promovimit, të pranishmit shprehen vlerësimin dhe respektin për punën që është bërë dhe për mesazhin që kjo monografi përcjell, një urë e fuqishme mes kujtesës kolektive dhe brezave të rinj. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në OVM. Dita e sotme është karakterizuar nga moti me diell, me temperatura që kanë lëvizur nga 11 deri në 28 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizi nga 12 deri në 29 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. Dita e hënë do të karakterizohet nga moti me diell, me temperatura që do variojnë nga 14 deri në 33 gradë Celsius. Edhe të martën pritet të jetë mot me diell, me temperatura që do lëvizin nga 17 deri në 34 gradë Celsius. Për të mërkurën parashihet mot me diell, me temperatura që do variojnë nga 19 deri në 35 gradë Celsius. Mot me diell parashihet edhe gjatë së enjtës, shoqëruar me temperatura nga 20 deri në 36 gradë Celsius. Për të premten parashihet mot me diell dhe vranësira, me temperatura që do variojnë nga 19 deri në 36 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi i Kosovës ka dështuar të konstituohet për herë të 35.
Qarshia e madhe për plot objekte e pajisje që bie ndesh me autenticitetin e saj. Gjithsej 18.800 maturant në nivel vendi, respektivisht 1.020 maturant nga Gjakova, janë nështruar sot testit të maturës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.